Edhe për ata që mund të kenë shumë eksperjenca në skenën muzikore, skena e The Voice mbetet një sfidë që frikson çdo artist të ri, sepse e vetmja gjë që vlen është zëri. Kjo do të ndodhë edhe me Albin, për të cilin të kënduarit live në një skenë nuk përbën asnjë problem. Unë jam Albi Xhepa, vi nga Gjakova, jam 22 vjeç. Me muzikë kam filluar të merrem para 8 vitesh, kam marrë pjesë vitin 2010 në festivalin kush është më i mirë në Gjakov, ku kam marrë vendin e parë. Në vitin 2011 të Star Academy, ku pashtu fitova vendin e parë. Më pas kam marrë pjesë top 5 3 herë, Kënga Magjike një herë, në festivali fund vitit një herë. Jam këtu me Albin, i cili vjen prapë në një talent show. Si është kjo puna jote me spektaklin e talent? Vetëm kjo vjen vetë. Pa fitu. Jo, është një diçka shumë interesante për mu. Nuk kam marrë këshilla nga gjithë ato që i duan, edhe të më edhe këshillë të humbit. Me muzikën merrem gjatë gjithë kohës. Kam një grup timi në Kosovë me të cilët luaj live në klubet e natës, Shqipëri, Kosovë. Kam marrë në Voice për një sakrificë të re dhe një sfidë të re në jetën time, besoj të realizoj ato dëshira që kam. Dhe vetëm atë gjë e çuditshme për të cilën mendoj është kjo, sepse ata vetëm më dëgjojnë zërin dhe nuk më njohin se kush jam, ndërsa të tjerët besoj që po, edhe kjo besoj të jetë sfida më e bukur. Objektivi im kryesor është fitoria, kuptohet, s'ka marrë për asgjë tjetër përveç fitores. Last night's a little dancer, him dancing to my tune. Last night's a little lady, him pumping around my flow. She said, come on baby, got a license for love. And if it expires, I pray up from above. Because in the midnight hour, they cry more, more, more. We'll rebel, yeah, more, more, more. Ow! In the midnight hour, baby, more, more, more. We'll rebel, yeah, more, 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 more. I'll give you all I know, babe. Just I need to hear about me. Because in the midnight hour, you cry more, more, more. We're the rebel, yeah, more, more, more. In the midnight hour, baby, more, more, more. We're the rebel, yeah, more, 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 more. Faleminderit. Ishte një shumë Elton Deda ke tërpnu familjen, vetin po e herë, apo s'ka pëlqy kur Billa Idol? Nuk hyn nga të preferumit e mi, po normal që unë do ja them rezervat e mia kur të vi radha, tash ju që i keni zgjedh, tregojeni çunit kush ishin të mirë atë. Po, po. Tani mos të Si pasjeni quhesh, mirë. fal, si quhesh? Albi Xhepa. Si? Albi Xhepa. Vjen Xhepa? nga Gjakova. Xhepa. Gjakova. Kur ke filluar në fillim me ato notat basi herë, Shumë të bukura. shumë i ngrohtë dhe normalisht që pak meshkuj i shuen për ato nota poshtë, pastaj kalova dhe notat sipër, se unë aty po prisja, dhe aty më ke bind totalisht. Bërë edhe në gjirën e Zanit Plus, kur qova performancën dhe u ktheva nga përpara të pa që ishe i çlirë në skenë, nuk e di nëse performon punë live apo jo, po, ose dallohet. Tash unë s'kam qef me të thënë hajde tonë, po mund të them vetëm thjesht, mos shko te Alma, se që i bie. Unë akoma nuk e kam të qartë që është kjo. Është ajo që tha Sidi, pajtojmë plotësisht me Sidin, një zë i plot
i bukur dhe pikrisht ato notat sipër, unë shtypa butonin mbrapa sidit, vetëm t'i ngjoja ato intervalet sipër. Dhe ajo që ishte më e bukura që ti tingloje si në notat poshtë, ashtu edhe në notat lart, i plot, gjë që nuk e gjen të gjithë këngëtarët meshkuj. Bravo, është e rrallë, bravo. Shumë faleminderit. Unë zgjedh. Unë e kam menu para se me dalë. Se e dje që do Gjithve ju kam djek jam rrit me këngë të juaja gjithmonë. Që i ri, po kam vendosur që të rritin. Mirë erdhe. Faleminderit. Suksese, suksese. Atëherë nuk kam se çfarë ishte asaj që thash më përpara, pra që ja thash Albit në sy. Kam përshtypjen që do të mundohem të gjej materiale të cilat i përshtaten atij, sepse vetë mënyra se sa i këndon, në farë mënyrë të kushtozon materialet që duhet dhënë. Që tani kam Tajdera, varianti tip The Doors, tip Him, duke pasur parasysh që ka notat e plota poshtë dhe është një bariton i pasur nëse mund të thuaj në mënyrën se si ai trajton ngjyrën e tij vokale. Albi është i pari konkurrent për sonte i cili arrin të kthejë trajnerët. Të shohim, a do të kenë këtë fat edhe konkurrentët e tjerë. Audicionet e fshehura rikthehen pas pak.